Universiteti Ismail Qemali për vitin akademik 2025-2026 ka rritur ndjeshëm numrin e studentëve. Në mbyllje të gjitha fazave dhe cikleve të regjistrimit, rektoria e Universitetit Ismail Qemali të Vlorës, Aurela Saliaj, thotë se krahasuar me një vit më parë, universiteti në ciklin e parë dhe të dytë për të gjitha ciklet e studimit shënon 300 studentë më shumë, ndërsa në total janë 4650 studentë në auditoret e Universitetit të Vlorës. Në mbyllje të gjitha fazave të regjistrimit për të gjitha ciklet e studimit, jo vetëm për ciklin bachelor që ka mbaruar më shpejt, po edhe për masterin që i ka më të vona afatet e mbylljes së regjistrimeve, Universiteti i Vlorës sot regjistron në total 4650 studentë, nga të cilët 2000 studentë janë studentë të regjistruar në vitet e para të ciklit të parë dhe të dytë të studimeve në bachelor dhe në master. Me vitin e kaluar kemi 13% rritje në regjistrimet bachelor dhe 25% rritje në regjistrimet master. Në total kemi diku tek 300 studentë të rinj më tepër, krahasuar me vjet. Është një rritje shumë e rëndësishme, është një rritje e qëndrueshme dhe vjet kemi pasur një rritje të lehtë, por si vjet rritja është më e ndjeshme dhe sigurisht që na bën më optimist për të ardhmen, që të vazhdojmë me të njëjtën ecuri dhe vitet e tjera. Është punuar në të gjitha drejtimet. Sigurisht që kemi pasur dhe shtim programesh të reja, janë hapur disa oferta akademike, janë hapur disa dritare për studentët, të cilët e kanë diversifikuar ofertën akademike dhe i kanë dhënë një qasje të re me tregun e punës. Kështu që është hapur dhe një mundësi e re për studentët, por unë do doja që me këtë rast edhe të falenderoja në mënyrë të posaçme së pari grupin e promocionit të Universitetit Ismail Qemali, shefen e promocionit veçanërisht Ajola Çobani, të cilët kanë bërë një punë të jashtëzakonshme gjatë gjithë vitit për të promovuar dhe për të sjellë në vëmendjen e komunitetit asetet e Universitetit të Vlorës. Kanë punuar në terren, kanë punuar nëpër shkolla, kanë punuar në promovimin, në prodhimin e materialeve promocionale, kanë punuar shumë me mediat sociale. Sot mund ta them me garanci dhe juve si gazetar mund ta vërtetoni që YouTube, kanali YouTube që ka prodhime origjinale të Universitetit të Vlorës, siç është për Universitetin e Vlorës, nuk është për asnjë universitet tjetër në Shqipëri. Kaq i pasur dhe me kaq shumë informacion. Dhe kjo është njëri aspekt. Aspekti tjetër ka qenë mobilizimi i gjithë stafit akademik, të cilët janë angazhuar si nëpërmjet mediave, ashtu edhe në takime direkte me nxënësit dhe mësuesit e shkollave të mesme për të prezantuar jo thjesht ofertat akademike dhe programet, po nivelin e mësimdhënies që ofrohet në Universitetin e Vlorës. Të gjitha rezultatet bashkë kanë çuar në njohjen dhe rritjen e besimit në universitetin tonë. Por çfarë ndikojnë në rritjen e numrit të studentëve në këtë universitet? Sipas akademike Saliaj, nuk është vetëm shtimi i programeve të rinj. Ne kemi hapur 10 programe të reja, po 2 më të veçanta që besoj juve u referoni, është një program bachelor, arkitekturë në trashëgimi, që është i përbashkët me Universitetin Politeknik të Barit dhe ka profesorat të përbashkët, më së shumti profesorat italian dhe ka pastaj edhe profesorat nga Universiteti i Vlorës dhe programi tjetër i përbashkët është me Akademinë e Forcave të Armatosura, ku edhe këtu kemi një mix profesorati nga akademia dhe nga Universiteti i Vlorës. Ky program i inxhinierisë së armatimit, programi i dytë, është një program master i ciklit të dytë të studimeve. Shumë mirë kanë filluar, për tre pritshmërisë sepse ne u përgatitëm dhe i lançuam në momentin e fundit, në sensin që shumë pak kohë përpara se të fillonte viti akademik, ka pasur interes tek të dyja programet. Janë krijuar grupe, po ecin jashtëzakonisht shumë mirë, që të dyja i kemi lançuar dhe i kemi promovuar gjithësisht në media. Janë programet më të veçanta, të themi, që ka për momentin Universiteti i Vlorës dhe premisa për të fuqizuar akoma më tepër në të ardhmen është shumë e mirë. Programi master ka 20 edhe diku tek 20 student. Programi bachelor 10-15 student. Që janë një grup dhe ato gjithmonë të punojnë me grupe të vogla sepse janë të dedikuara, janë aftësi të dedikuara që duhet të mësohen individualisht dhe të personalizuara me studentët. Nuk janë programe të cilat mund të flitet masivisht apo mund të punohet masivisht. Kështu duket se programet e rinj, por dhe angazhimi i stafit akademik përvojë atyre po kthen vëmendjen e gjimnazistëve tek Universiteti i Vlorës.